Bërë verifikim të dokumentacionit që ai ka poseduar dhe me çfarë dokumentacioni është futur në atë ambient. I ngjelet policisë për të verifikuar nëse ka disponuar apo nuk ka disponuar një dokument për të qenë prezent aty dhe nëse ky dokument është i vërtet, i lëshuar nga KQZ apo është një dokument i falsifikuar. Këtë nuk mund ta KZAZ, zotit Celibashi, mund të lejojnë të futen ose punonësit e policisë tek dyert e KZAZ-s, mund të lejojnë të futen këdo dhe duhet një procedurë disa orëshe për të identifikuar të shtetas? Edhe një të lutem se nuk e kuptova pyetjen. Përfaqësuesit dhe drejtuesit e KZAZ-s që ndodhen brenda dhe janë përgjegjës në një farë mënyrë edhe për mbarvajtjen e procesit, por duke nisur edhe tek bashkëpunimi që ka KQZ-ja me policinë e rendit, që janë të angazhuar, stacionuar tek porta. Domethënë duhet se ka ndodhur edhe në Vorë, ka ndodhur në disa qendra të tjera që është dashur disa orë të zbardhë kush janë këta persona. Domethënë duhet kalojnë disa orë për të zbardhur kush janë këta dhe janë të autorizuar apo jo? Se ishin shumë pyetje dhe përgjigje bashkë brenda ne. Verifikimi bëhet nga Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor i dokumentacionit ashtu sikur se paraqitet. Ata nuk mund të vlerësojnë nëse ky dokumentacion është i lëshuar nga KQZ apo jo, domethënë është falso apo jo. Formalisht për ata rezulton që është një dokument i rregullt. Tani verifikimi nëse ky dokument është i rregullt apo jo, nuk është kompetencë e tyre, është kompetencë e organeve të tjera. Se sa kohë u merr këtyre organeve për ta bërë këtë verifikim, është një çështje e tyre. Unë s'di ta them, mund të doj 1 orë, mund të doj 2 orë, mund të doj 3 orë, domethënë. Zoti Celibashi, agresori është larguar nga KZAZ-ja, ndërkohë që punonësit e policisë kanë një marrëveshje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që nëse ka incidente të mbyllin KZAZ-n, pra dhe të mos lejojnë asnjëri të hyjë apo të dalë. A keni marrë ju informacion si është e mundur që ky person të jetë larguar dhe më pas të shoqëruar pas gati 2 orë e gjysmë nga forcat e policisë së shtetit? Pa është larguar se kush do ta pengonte për të mos u larguar nga punonjës policie që agresorët mund t'i ndalonte apo jo? Pa, tash analizë relativizojmë shumë lehtë, por ndërkohë forcat e policisë edhe ne që jemi gazetarë na kanë kontrolluar disa herë autorizimin tuaj për të hyrë brenda. Si e shpjegoni ju këtë? Po nuk kam asnjë koment sepse është një gjë që është te përgjegjësisë ime, se ju po më kërkoni si e vlerësoj unë faktin që policia e kishte mundësi për ta. Keni marrë ju informacion nga policia? Kjo ishte pyetja ime dhe çfarë ju është thënë zyrtarisht se ju nuk jeni gazetar, ju jeni kryekomisioner i zgjedhjeve, që certifikonin në fund fare zgjedhjet e 11 maj. Po s'ka lidhje pyetja që po bën. Të lutem, nuk ka lidhje. Ju jeni duke më thënë mua tash që ai personi që ishte aty doli, policia ndaloi se ndaloi, a ju njoftoi ju policia për këtë? Jo, ju ishit brenda KZAZ-s dhe punonësit e policisë janë duke bërë verifikime dhe me të drejtë ju keni një marrëveshje për të marrë shpjegime dhe policia është e detyruar t'ju jap shpjegime. Në këtë kontekst ishte edhe pyetja ime. Nuk kam ju dha një shpjegim përse agresori është larguar. Kjo është pyetje shumë e qartë. Pas nuk është çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të di se përse personi është larguar. Detyrimi i organeve të policisë së shtetit është për të informuar dhe për të raportuar kur është rasti për incidente që kanë ndodhur, po incidente të cilat te i kalojnë në kuptim të natyrës shkeljes kompetencën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, policia është si thua është kompetente vetë për të adresuar, nuk ka nevojë të kërkojnë ndihmën e KQZ-s për të kapur apo për të informuar se çfarë bën lidhje me atë personin. Po në lidhje me numërimin kur do të rifillojë, ju keni pasur një vendim për revokimin e autorizimeve për gjithë vëzhguesit, keni kërkuar emra të rinj, kur mendoni që do të përfundojë ky proces dhe numërimi të rifillojë? Ne kemi anulluar të gjitha akreditimet për të gjitha kategoritë e vëzhguesve, përjashto vëzhguesin ndërkombëtar dhe median. Që në fakt ne nuk jemi lejuar të hyjmë dhe duhet ta bëjmë dije nëse nuk ju kanë thënë. Ky është gabim, ju keni gjithë të drejtën nga dita 1 për të qenë prezent në proces, edhe tani pas këtij momenti jeni të lirë për të shkuar dhe për ta komunikoni, të lutem zot Celibashi në sy të kamerave këtë vendim punonësit policisë, po sepse ne jemi ndaluar këtu, kemi gati 2 orë gjysmë që nuk jemi lejuar, mund ta bëni. Atëherë çfarë duhet informojmë, e kemi obligim, ndërpreve Klodin. Problem se merremi vesh. Okej, mirë, në rregull. Dhe jemi penguar ta ushtrojmë detyrën tonë sot. Kolegu me të drejtë, jo, bën me shumë të drejtë sepse ne kemi gati 2 orë këtu dhe nuk jemi lejuar. Ju si kryekomisioner, mund t'ja komunikoni policisë së shtetit që ne duhet të futemi në ambientet e brendshme? Sapo ja kemi komunikuar Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, i cili përgjigjet për këtë çështje këtu. Ata komunikojnë me policinë për këtë çështje.
Kështu që është e zgjidhur kjo. Nëse doni ta diskutojmë, diskutojmë. Jo, se ju largoni dhe ne qëndrojmë prap këtu te Nëse që jeni i sigurt për këtë. Kthem Dakor, ky është premtim publik. Çfarë kishte në përmbajtje, gjithë molla e sherrit që ndodhi. Pra, ishte një fletë e vlefshme apo e pavlefshme? Nuk dua ta bëj këtë diskutim këtu. Sa i përket numërimit kur do rifilloj zoti Fleta në tavolinë ishte, pse ku do ishte fleta? Ishte e vlefshme? S'ka asnjë lloj rëndësie kjo gjë. kur do rinis numërimi zoti Celibashi? E ke merakun të futesh brenda apo ke merakun? Absolutisht, ne kemi merakun për qenë transparent zoti Celibashi. Okej, po kam përshtypjen që po të përgjigjem në mënyrë serioze për gjëra që janë serioze. Celibashi kur do të rifilloj numërimi? Okej, në rregull, dakord. Kur do të rifilloj numërimi zoti Celibashi? Numërimi ka rifilluar dhe do të akomodojnë çështjen e vëzhgimit nga përfaqësues të partive politike dhe të subjekteve, kështu që Po është pa vëzhgues për momentin. Po. Përveç se vëzhguesi ndërkombëtar. po janë në vlerësimin dhe në interesin e vëzhguesve nëse duan të jenë prezent aty. Ju do jeni prezent, sa kohë jeni ju, jemi të gjithë në rregull, besoj. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ndoqëm të